Gjatë vitit 2014 në rajonin e Gostivarit ndodhen gjithsej 280 aksidente trafiku. Shifrat nga Policia e Gostivarit tregojnë se brenda vitit që lan pas ka pasur 37 aksidente më pak se gjatë vitit 2013. Në suaza të projektit zhvillimi i produkteve të integruara turistike për rritjen e qëndrueshme ekonomike në rajonet e Gostivarit dhe Korçës, i cili është financuar nga Bashkimi Evropian, do të organizohet trajnim ku do të trajnohen 10 udhëzues malor sipas standardeve ndërkombëtare për turizëm malor. Trajnimet do të organizohen në periudhën nga muaji shkurt deri në tetor, pas çka secili prej pjesëmarrësve në trajnim do të marrin pajisje të plotë për alpinizëm apo udhëzues malor njoftuan nga komuna e Gostivarit, por personat e interesuar për trajnim duhet të kalojnë me sukses testet e përzgjedhjes. Më 23 janar në sallën e madhe të komunës së Gostivarit do të mbahet prezantimi publik ku do të prezantohen të gjitha informacionet në lidhje me trajnimin dhe aktivitetin e ardhshëm për udhëzuesit malor njoftuan nga komuna e Gostivarit.